larg, po. Dhe unë I thash, po, duhet ta nisësh ti. Dhe ja kam thënë atij, ja kam thënë dhe çdo personi tjetër që e kam diskutuar si gjë, që e kam pranuar darkën thjesht për të sqaruar dhe t'ja bëjmë të lehtë bashkëtesën njëri tjetrit, po për asgjë më tepër. Pastaj se gjëja mori forma të tjera. Por në shumë pika realisht ja kam thënë, kur kemi qenë ke darka, tash mënyra se si ke zgjedhur ta përfaqësosh veten tu brenda është gabim. Dhe nuk të mbështes në asnjë nga fjalët që ke nxjerr dhe vazhdon të nxjerrësh nga goja. Fare. Tull fare. Aty kemi qenë unë. Ajo darka romantike në thënë. Nuk të mbështes. Prandaj kam thënë ti nuk e di se çfarë kemi folur, sepse ti erdhe këtu dhe e le të kuptohesh se sikur atje jashtë ju e kishit marrë të mirëshën që ne u pajtuam. Prandaj kam thënë këtu, ti nuk e di fare se çfarë kemi folur. Është lojë, më tha mua, ashtu kam zgjedhur ta përfaqësoj veten këtu. Është gabim, I thash, sepse ti për këtë mbahesh mend. Nëse atë programin tjetër e shihnin X% e Shqipërisë, këtë nuk ka njëri që nuk e sheh. Po. Pa bërë diferencime, po Big Brother është 24 orë, nuk ka asnjë që I shpëton. Kjo është 24 orë. Te thonë gjithë njerëzit që punojnë në media. Është më I shikuar, të gjithë janë paralizë kur fillon Bigu. 24 orë, o Kristi, është 24 orë. Nuk ka gjë që shpëton. Dhe është gabim. Është gabim. Zgjidhesh këtu, më mirë bëj rolin në vend tjetër. Është Super Bowl, nuk ka. Është eventi më I ndjekur në Shqipëri. Pastaj, për çfarë ke këtu brenda? Thjesht për eksperiencë, hajde se po kaloj ca pushime, kavalishencë si sot njëri. Jo pra se ti ka ardhur për një qëllim. Po nuk po jep asnjë zgjidhje kësaj dhe po bën një tjetër. Që kjo këtu është katapult, për secilin prej nesh këtu.